Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Drejt për drejt nga Studio Sport nisim këtë emision ku do të ketë sonte në fokus futbollin për femra, kur kemi parasysh se me datën 8 vllaznia e femrave luan në Milano. Inter Vllaznia është ndeshja e parë e turit të dytë të Europa Cup. Ndërkohë do flasim për superioren, një ndeshje dramatike në Nikodovana në Durrës. Vllaznia ishte shumë pranë 3 pikëshit, por koha shtesë përmbysë gjithçka, ndonë me shumë probleme, përfshirë edhe gjykimin që ka pasur shumë kontestime, barazim 1-1. Do ndalemi tek një kronikë e zgjeruar, do flasim edhe për një vëremtari shumë të rëndësishme që është zhvilluar dje në stadiumin Loro Borici, pikërisht te Kupa Miqësia. Kanë qenë 4 ekipe, njëri me ispikatus të tjetëri, veteranët e Vllaznisë, yjet e Vllaznisë të vite, yjet e kombëtarët të Shqipërisë, yjet e flamurtarit të Vlorës, por edhe një përfaqësi tjetër ardhur nga Amerika, nga Michigani. Një kupë Miqësia e cila ka pasur si nismetar pikërisht ish futbollistin e Vllaznisë, Ysen Zmiani, dhe që në fund u fitua nga Vllaznia me kapitenin Armando Cungu, i cili ngriti lart edhe trofeun pikërisht në fund të aktivitetit, trofe që ja dorëzoi kapiteni i Vllaznisë aktuale, Bekim Balaj. Pra një dorëzim i një trofeu Bekim Balaj tek Armando Cungu, por me shpresë në majën e vitit ardhshëm do të kemi ndrim rolesh, pse jo Armando Cungu të dorëzoi trofeun e titullit kampionit Bekim Balajs të Vllaznisë. Nuk do të lëm jashtë vëmendjes lojrat me dorë, kanë nisur kampionatet kombëtare të lojrave me dorë në volejboll për ferma dhe meshkuj, dhe spikat ekipi i meshkujve që drejtohet nga tekniku Artan Kalaja, i cili ndonse jo me pak probleme me largime nga ekipi i tij, por arriti që në 2 javët e para të sfidoj kundërshtarët e tij. Në Shkodër mundi një ekip shumë rival dhe pretendent si Skënderbeu, dhe me pas në transfert mundi Elbasanin, duke kryesuar kampionatin. Këto dhe të tjera do të jenë pjesë e këtij emisioni, ku me njëherë ju prezentoj me panelin, nisi me profesorin Artan Kalaja, që në fakt gabova në prezentim, do të nisim me Gjenin Femërore. Me Pavla Jakun që është në studio, ndjes shikuese, sepse duhet sa herë kemi elemente femërore në studio, duhen respektuar. Mirë se erdhe Pavla Jaku. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Ish futbolliste e Jubandanjës për shumë vite dhe kapitene e Jubandanjës, por 2 vitet e fundit është trajnere e Vllaznisë në futboll për femra, pikërisht tek skuadra parë është bashkëtrajnere dhe kolege e trajnerit e Nikodin Leka, ndërkohë që është trajnere e ekipit U17 kampioni i Shqipërisë, ndërkohë që është trajnere i kombëtarës moshave. Nisa me ju sepse edhe nga elementi femëror, për kur e hapa dhe emisionin, është ngjarje më rëndësishme. Inter Vllaznia është në fokus, do flasim me pas. Përgatitjet janë okay, patjetër. Pa diskutim. Do të sqaroni me tej. Patjetër. Profesor Kalaja, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Unë thash në hapje, por me vërtet surprizë, një skuadër që pak a shumë me shumë probleme, kemi trajtuar në intervistat tona, por mund të themi se befasuat apo janë këto forcat reale të Vllaznisë me 2 fitore rradhazi? Për momentin janë forcat reale, shohim si do të vazhdojnë kampionati. Vllaznia pavarësisht largimeve, Vllaznia gjen forcën vetvete. Me të drejtën nuk është e vogël të largohen gjysa e ekipit, gjysa e formacionit, por unë du t'i falenderoj djemt tjerë që mbeten dhe vazhdojnë të luftojnë për Vllazninë. Ato dhanë shpirtin në neshin me Korçën dhe tregunin që me shpirt dhe me dëshirë munden me arrit. Një ekip si Skënderbeu që kishte 3 lojtarë huaj. Nën kampion i vetshëm. Nën kampion i vitit kaluar. Nën kampion i kupës, domethënë në vendin e dytë në kupë, pra me një ekip me shumë rezultate, dhe përsëri këtë vit i përforcuar me 2 lojtarë amerikanë dhe 1 brazilian. Por gjithsesi shpirti i garës dhe dëshira përfitore e çunave. Meritojnë përgëzime, do të flasim me gjërësisht me pas, ndërkohë i ftuari i radhës, jo për nga rëndësia, për kështu erdhi edhe prezantimi, është Armando Cungu, profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Kemi 2 pedagogë këtu në studio, pedagogën e trajnerin e volejbollit për meshkuj, Artan Kalaja, dhe pedagogë në Universitetin e Shkodrës dhe Grakuqës, dhe
profesorin pikërisht trajnerin mi njohur Armando Cungu, një pedagog aktualisht në Tiranë, Universitetit i Sporteve. Pra, jeni mes dy pedagogë, Paula. Shumë krenare. Krenare. Por edhe të ftuarit janë krenarë me ju, jo të më të ftuarit, por edhe paneli, edhe shikuesit që përna ndjekin, sepse kemi një Paula shumë interesante në studio. Profesor, për pos futbollit superiorës, pa tjetër ndishtim me shumë interes, vëmendja kryesore ka qenë dje në stadiumin Loro Boriçi një atmosferë festive, se me të vërtet pushtoj emocionet, si asnjëherë tjetër ishin ekipet yjet, janë qutë dhe në fakt yjet ishin, mes tyre edhe ju, si përfaqësuesi vllaznisë me kolegët tuaj, por ajo që e bëri të veçantë këtë turne ishte fitimi i kupës së vendit parë që mundet në finale ekipin e Michiganit me rezultatin 1-0. Mirë erdhën në studio. Mirë se gjetën. Ju ikoja lodhja djeshme, sepse ishin dy ndeshje njëra pas tjetrës. Të ndërën alo ajo, se s'na pa taku me pushuesi sekund, ishin pak numër, dhe mundësitë e ndrrimeve pothuajse ishin shumë pak. Dhe fusha e madhe pa tjetër, sepse në Calceto pak a shumë e përballoni me sukses. Por është kënaqësi shumë e madhe, fakt. Siç e thatë edhe ju, në evente të tilla të rëndësishëm mes yjeve të futbollit shqiptar, është nerë, është kënaqësi, është privilegj, edhe pse tashmon tash të quajtur një veteran, por gjithsesi kur takohesh edhe kur shef ata të cilët i kanë dhënë gjithçka futbollit shqiptar, besoj që është një takim mos shumë vitesh, me brezat në ndryshëm. Edhe kisha dashur me kanë pak edhe më të shpeshta, sepse në fakt u bëhet një farë mënyrë edhe traditë, për sa i përket veteranëve të vllaznisë, u bën për 2-3 vjet pak janë bërë për rreth 4-5 ndeshje. Nësë qofshe i gabum, kena lujt me Ferizën, para 2 vjetëve diçka tillë, me veteranët e Tiranës edhe të Vlorës, me Valladolidin, edhe ajo një lojë shumë i madh me futbollista yjet e kampionatit spanjoll, lojtarët e Barcelonës dhe Realit Madridit. Edhe tashmë kjo turne që u bë atje, e cila ishte për mendimin tim shumë domethënës. Gjithsesi gëzim patjetër që edhe kupa me të Shkodër. Kemi me pas kemi edhe pamjet marra pikërisht nga momenti final ku Armando Cungu ngre pesh trofeun e ekipit të veteranëve të vllaznisë, por edhe prononcimin nga ky aktivitet, por le të kalojmë me njëherë mendimin e kolegëve tanë të teknikës, ku në pult është përgjegjësi i transmetimit Nino Jakova dhe kolegu i tij Florian Gerdani, të cilët do ta nisim me kategorinë superiore. Kemi një kronikë të përmbledhëse për 3 ndeshjet e kategorisë superiore, ndërto edhe barazimi i vllaznisë në Nikodovana, dhe me njëherë pas saj, pasi të kalojmë në studio, në një koment do të kemi edhe prononcimet e trajnerëve pikërisht pas ndeshjeve të kësaj jave. Fillimisht kronika e parë. Jave 4 biznes superiore solli konfirmime, befasira dhe mini kriza për disa nga skuadrat e këtij kampionati. Elbasani vazhdon të qëndrojë në krye të renditjes pas një fitore të matur dhe të menaxhuar mjaft mirë ndaj Partizanit. Verdëblut treguan pragmatizëm, qartësi taktike dhe pjekuri për të marrë maksimumin në një sfidë të vështirë. Kohë të kuq regjistruan humbjen e 2 radhës, duke thelluar krizën në radhët e tyre. Edhe pse patin ndryshime në paraqitje, Partizani nuk ishte në nivelin e duhur për të shmangur disfatën. Vora Real Belajt vijon të surprizoi, duke lëkujtuar minimalisht flamurtar në një përballje të ekuilibruar, me 7 pikë në 4 javë. Debutuesit në elit po tregojnë vazhdimsi dhe karakter, ndërsa vlonjatët duken në rënje të lirë. Loja e tyre është pa ide, mungon qartësia dhe trajneri duket i paqartë, duke futur skuadrën në një mini krizë. Vllaznia në një moment kur pritet të konfirmonte formën u ndal nga Teuta në minutat e fundit të sfidës, ku që blut krijuan, por vuajtën në finalizim dhe treguan luhatje në 2 pjesët e lojës. Nga ana tjetër, bregdetarët, edhe pse larg pritshmërive në lojë, ruajnë shpirtin luftarak dhe vazhdojnë të marrin pikë. Dinamo zhgënjen sërish, pas 2 humbjeve, blukt nuk shkuan më shumë se një barazim pa gola ndaj Bylisit në Selman Stermazi. Skuadra e Ilir Dajes nuk është efikase në sulm, ka probleme në prapavi dhe nuk ka shënuar në 270 minuta lojë. Një sinjal alarmi për teknikun kryeqytetës.
Ndërkohë Mallakastriotët, edhe pse larg Ballçit, zhvilluan një paraqitje dinjitoze dhe mund të kishin dalë edhe me pikë të plota, por finalizimi mbetet problematik për ekipin e Josës. Në sfidën tjetër të javës, Eknate regjistroi fitoren e dytë sezonale duke mposhtur Tiranën në shtëpi. Skuadra e Tetovës ka nisur të harmonizohet, edhe pse ritmi në veprime ende mungon, diçka që trajneri Tetova e kërkon vazhdimisht. Ndërsa bardhëblut janë në krizë të thellë. Humbja 2 dhe loja pa ide i shtojnë presion teknikut Bordin, i cili provoi të rikthehej në skemën me 3 mbrojtës, por dështoi në çdo aspekt. Kjo javë u karakterizuar edhe me kartona të kuq, plot 4 të tillë, ndoshta rekord sezonal deri më tani. Me vetëm 6 gola të shënuar në 5 ndeshje, javës i mungoi spektakli, duke treguar një tendencë të skuadrave për të mos humbur, më shumë se sa për të fituar. Falenderojmë kolegun tonë nga televizioni shqiptar në qendrën Alban Hasani pikërisht për këtë kronikë përmbledhëse që na solli për atmosferën e kësaj jave. E nisim njëherë me profesor Çungun, sepse natyrisht në panel është personi më i afërt me futbollin. Një javë plot emocione, profesor. E kam fjalën për të gjitha ndeshjet, jo vetëm për Vllaznin, se do të ndalim më gjatë tek Vllaznia, por për të gjitha ndeshjet që foli edhe vetë kronika. Është kampionat i vështirë, thëmë drejten, ku ekipit nuk ka se kanë shumë disnivele, po thuj se aty janë në përgjithësi. Dhe vetë kronika që i paraqit, po edhe ta javë, por besoj që është paktën një farë sindromet 4-5 vjeçare, të cilët me këtë skem të kampionatit për 10 ekipe është shumë e vështirë për të luajtur, që është e vërteta. Jo se është një nivel i lartë, apo ka bëj progres sa i përket nivelit lojës të kampionatit shqiptar përkundërzi, por ekipet tash të quajtura me emër të mëdha kanë rënë në nivelin e ekipeve të cilët nuk ka se kanë pasur një traditë në futbollin shqiptar, dhe kjo bën një farë balancimit dhe një farë ekuilibrit, nëse mund të them kështu, sa i përket kampionatizmit. Gjatë cilët po i shohim edhe më së mirit, edhe sa i përket ndeshjeve, rezultateve, zhgënjimet e Dinamos, zhgënjimet e Tiranës, zhgënjimet e Partizanit, pra në emra futbollit të cilët kanë marrë tonin e futbollit shqiptar në histori, por pse jo zhgënjime ndoshta mund të them edhe të Egnatjes, pse tashmë ka një farë oscilacionit në lojë, në rezultate, gjatë cilën e ka demonstruar edhe vjet. Po jo në këtë nivel si ky fillim sezonit. Dhe po shohim një vorë e cila është konkurruese, e denjë, dhe besoj se me merit ka arrit marrin të rezultate pozitive, ndoshta të paprituna për sa i përket paragjykimeve që kemi për ekipet e vogla apo emrat e ri që futen, por po tregohet shumë dinjitoze dhe një ekip shumë i fortë dhe shumë i vështirë për tu kapërcyer. Ballçi pëlqej. Do të prova e vërtetë e Borës mund të jetë në fundjavë, kur është mysafir në Euroboris në orën 19 të dielën Vllaznia Bora. Është një ekip i cili don shumë kujdes. Që është e vërteta, unë edhe kam luajtur, pse kanë qenë vjet në inferiore, nëse mund të them kështu, kam pas edhe ndeshje miqësore kur ishte tek ekipi i Laçit dhe me bani çudi ose më saktë u surprizova për ekipin, për emrat që kishte në grup, në ekip, edhe për lojën të cilën luajti, pavarësisht se ishte një ndeshje miqësore, por besoj se tregon shumë gjëra, aq më tepër se jemi edhe që janë forcuar me emra të tjerë në merkato dhe di që ka një presidencë shumë ambicioze për të ecë përpara, kështu që Vllaznia si del një punë jo e vogël, duhet ta marrin me shumë seriozitet. Profesor Kalaja, shpesh herë keni qenë në këtë studio, krahas voleybollit keni folur me kompetencë dhe si njohës i mirë i futbollit. Dhe si ndjekës i afërt. Unë jam ndjekës, jam tifoz i Vllaznis, por në këtë rast jo vetëm i Vllaznis, por edhe i Edi Martinit, unë shoh që Vllaznia ka ndryshu koncept lojet, është bëmë agresive, unë shoh që pasimet e sakta me sponda janë edhe më afër 6 majtësh, cilat mund të krijojnë hapësina të nevojshme për të godit. Që qërë edhe goli i Satmales në ndajtë me edhe rastet e tjera që nuk u finalizunin, por ajo mënyrë lojet më pëlqen dhe unë shoh që Vllaznia ka ndryshu. Por gjithsesi, unë do të theksoj që sot sporti nuk ecë më me emra. Emrat e skuadrave të mëdha kanë rarë, sepse këtu është ekonomia ajo që ashtu duke vendos për skuadrën, për rezultatin. Unë shoh që ndryshimet ekonomike bëjnë ndryshime edhe në
në fitoret e skuadrave, në rezultatet e skuadrave, por gjithsesi... Kur theksoni ndryshimet ekonomike, mëse keni fjalën edhe tek vllaznia këtij sezoni që ka sjellë në Shkodër në fakt një kontingjent që asnjëherë tjetër s'e ka pasur vllaznia. Dhe këtu brenda është edhe ana financiare. Unë mendoj që është pozitive këto ndryshimet që janë bë. Po ka pas edhe herë tjera ka pas, por mendoj që edhe drejtimi i teknike taktik i grupit të trajnerave me Kryedin ka bë që të ketë edhe këto ndryshime pozitive. Por gjithsesi nuk mund të ecim më me atë kush ke qenë, por kush je. Vllaznia për momentin në fillimet e saj tregon se është dhe ka qenë e mirë dhe do të mojnë emrin e saj. Por unë tham që nuk mjafton vetëm puna e trajnerit, janë shumë faktorë tjerë që ndikojnë në rezultatin e skuadrave. Edhe nëse gjithë këto presidenca, sponsorat, kushtet, infrastruktura së bashku dhe me punën e trajnerëve, atëherë mund të arrihet rezultati i dëshiruar. Nëse do të çalojnë në një drejtim, atëherë nuk ecë skuadra. Pra duhen shumë faktorë për të arritur rezultatin. Ashtu siç e theksoi edhe Armandoja që Vora ka një presidencë mirë. Pra duhen shumë faktorë që të ndihmojnë edhe punën e trajnerit. Nuk mjafton vetëm ajo stërvitja që bën trajneri, janë edhe anë tjera rreth rrotës. Dhe duke qenë kjo gjë, nuk munden ne të themi ka kënë Partizani, ka kënë Tirana, ka kënë Vllaznia, ka kënë kjo. Kjo nuk ka. Derisa për shembull, në basketboll për meshkuj ka disa vjet që del Beslidhja. Nuk ka asnjë lojtar lezhjan, nuk është trajneri lezhjan, nuk bën stërvitjet në Lezhë, nuk bëhet neshjet në Lezhë. Dhe megjithatë Beslidhja është kampione e Shqipërisë absolute. Pra ajo ka parë më tepër, blen lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar, merr trajnerin më të mirë, blen lojtarë të hujt më të mirë dhe atëherë të gjitha skuadrat tjera e dinë që neshin me atë. Pra, këtu shumë herë është vendos ekonomia për rezultate. Nuk flas vetëm basketboll ose volejboll, por edhe në futboll edhe në gjitha sportet. Kështu që unë për tash unë e shoh vllaznin shumë mirë, pavarësisht humjes, pavarësisht atij golit të dyshimt, unë jam duke u kënaq të pa barazim, jo humje, po barazimi konsiderohet humje për atë avantazh. Minutën mas minutës 96, me një kam që ndoshta është jashtë, ndoshta është brenda. Pa ka ça. Mirë, me që u hap kjo temë, për atë sa keni parë ju. Për atë sa keni ndjekur edhe në moviolat e unë mendoj që ai nuk ishte gol. Për mendimin tim, që nuk jam specialist i midfield futbollit. Por unë ditë ju diftoj një rast, një arbitër në një neshje, kur nuk ka kënë vari, në neshje penalti. Bje penalti, bëhet goli mas neshjes, ja kthejnë dhe e shofin. Edhe i thojnë, a ishte penalti, as ishte penalti. Këtu në televizor, nuk ishte penalti, këtu që pa shaf. Nërsa në neshje, gjatë neshjes ka kënë penalti. Mund tjetë, nështë ata dy pikë të humora ne mund të nga diskutojnë. Por, pavarësisht rezultatit, unë shaf një vllazni të ndryshume, unë shaf një vllazni që lot bën pasime, afrohet në zonë, dhe shaf më të këndshme dhe jam të pa lojë të këndshme të vllaznisë, sepse nuk mjafton vetëm fitoria, por edhe loja bukur që ato janë të bë. Pavarësisht dyshimeve për arbitrimin, për golin po apo jo, peshimi e atij goli në atë minutë ka përgjegjësi edhe vetë skuadra. Nuk është as hera parë as hera fundit që ndodhen. Do gjana më duket Liverpool me Bayernin 1-0, 2-1 në fund para shumë vitesh kanë ndryshuar, kanë humbur skuadrat e mëdha. Kjo loja, kjo është befasia, kjo është emocioni që t'jep kjo lojë e madhe siç është futbolli. Vllaznisë në fakt i qelloi i konsideroj shumë shpejt, sepse një pesim goli të tillë pak më herët e pesoi edhe në Island, ku i rrëshqiti nga duart kualifikimi në turin e tretë, kur ishte duke pritur festimin e kualifikimit, u pesua një gol të 87-ën. Që Vllaznia e ka merituar fitoren.
Këto janë segmente lojet që kanë nëshu tanë jetën, kanë nollë dhe do të nollin. Nuk kena qef me na nollë të Vllaznia, po kanë nollë dhe më të nollin. Pesimi i atij goli, si komentohet nga ana juaj, përpos atyre dyshimeve për arbitrimin që vazhdojnë të jenë akoma, po apo jo. Pjesa më madhe e komenton se ishte gol, por ka edhe analiza nga më violet. Unë e thëmë nga tifozak, si kur Kama ishte pak më përpara, po kështu diskutohet ajo këva e hakajt, konsiderohet se nuk shikohet nga kamera, por është konstatuar nga arbitri anësor. Kështu thuhet, arbitri e ka akorduar gol në fush. Nëse nuk do të nalem të pjesa e vendimit të gjyqtarëve, sepse është një gol që realisht hanë diskutim. Pamjet paktin atë që kena pa në edhe përsëritit nuk ase janë shumë të qarta për da një mendim matë të sigurt. Por analiza është kjo, se Vllaznia duhet ta lejonte atë aksion për të mbritur topin në atë pozicion. Një kros aq i largët, jeni vetë trajner. Unë jam dakord me profesorin që thotë ka ndeshje të tilla, i kanë nollë gjithkuj, i kanë nollë ekipeve të mëdha, i kanë nollë gjithë trajnerit, i kanë nollë. Fal se po tham. Normalisht trajneri e përgatit lojën edhe për segmentet veçanta lojës. E përgatit për këtë lloj sulmuesit, e përgatit për këtë lloj mes fushorit, e përgatit lojën, edhe për segmentet veçanta. Po nuk di se çfarë përgatitje loje do të bëhet që pas me hangër gol minut 96 plus 3 sekonda. Jo, ideja ishte me ty për si mund të përgatisish, si mund të cili se jepat porosi, cili se s'ka si lloj mënyrët, asnjë trajner nuk ka si me përgatit skuadrën për me hangër. Ai do ta hajnë, e ka hangër Vllaznia, e ka hangër Bayerni, e do ta hajnë edhe futbolli skuadrën e tërësi, e cila duhet ishte më kujtuar. Cila skuadrë më thuj tim, përmend një skuadër që nuk ka hangër gol minut 96 plus 3 sekonda. 100 skuadra po të përmendem ne. Çfarë mund bëhet ndryshe profesor? Futbolli është një sport i cili është lojë gabimesh. Kush gabon më pak, patjetër që fiton ndeshjen. Jam dakord që i kanë nollë çdo trajnerit, kanë nollë çdo ekipit, kanë nollë edhe mua, patjetër, por them drejtën nuk mund të hekum pa përgjegjësinë ose mos përqendrimin e lojtarëve apo individëve të caktuar, që është e vërteta. Aty është një kryesim, një formë parashutit, nuk është një kryesim shumë i fortë, i rrezikshëm që është shumë i vështirë për ta lexuar, apo për të dhënë kohën ty për me zbrit, siç duhet zbrejë një mbrojtje. Aty po ta vënë re, janë dy lojtarë të paktën Vllaznisë, të cilët edhe pse janë me trup, por nuk janë as pak aktiv sa i përket mas shpinës tyne, pra nuk kanë pas edhe pozicionin e tyne të trupit që duhet rrinë, varësi të lojtarit që ja përballë. Atje ku topi është gjithmonë epicentri dhe vëmendja e mbrojtësve dhe portierit patjetër, por sidomos krejtësisht ekipit. Në pozicionin e trupit duhet jetë i tillë ku shikohet, nuk mund të rrish me shpinë krejt mrapa dhe nuk din gjë çfarë bën, por është një pozicion krejtësisht tjetër që ke dy pamjet. Ke pamjen përpara që është topi, ke edhe pamjen anësore që shef kush vjen më shpinët. Gjë e cilën nuk bëhet. Ju thatë edhe ndeshjen në Europë, Vllaznisi ishte gjëna për të hu, është vërtet, por unë mendoj që në ta minuta, lodhe bën veten, bën për tanë, por unë mendoj që në ata minuta kur rezultatet janë të diskutueshme, garancinë për marrje pikë nuk e ke ala, mendoj që kërkon një fije më eksperiencë, lojtar më me eksperiencë në ata momente për të menaxhuar situatat në mënyrën më të mirë. Edhe janë gjëra të cilet besoj kushtojnë. Patjetër që kampionati sa ka nisë, ka kohë shumë për të rikuperuar, siç i kushtoi Vllaznisë ky gabim, i ka për të kushtuar me siguri edhe ekipeve tjera, por që mendoj që lojtarët duhet të jenë më të vëmendshëm në episode të tilla. Futbolli është çështje episodesh. Kush gabon më pak, thash edhe më përpara. Është që të nxjerrin mësime nga këto pësimi golesh pra. Gratë unë kam një forë eksperiencë të tjetër vogël, kam bën gati 17 vjet si trajner. 17 vjet si trajner, dhe me ekipet nuk duhet përmend një ekipet, por në përgjithësi as sindrom me sportistave. Kur ndodhin situata të tilla, bëhet analiza patjetër, sot edhe është afruar luksi nëse mund të them kështu me video analista, me kurse kur kena lyp top na dikur s'kena posta.
nivel as mundësi për ta pa ndeshjen, për të pa problematika, vetëm thjesht ka një ligjëratë e trajnerave dhe kaq. Kurse sot janë mundësitë për të pa. E çuditërisht futbollistët thonë gabume kja ka lejt është por nuk kena për të përsëritur më, por në fakt e përsërisin mas 2-3 javëve prapë. Kjo është aja profesionalizmi, nëse ti gabon duhet zgjash mësime nga gabimi, jo me vazhdu me prej gabimit në gabim. Me që Vllaznia qelloi 2 herë, ndoshta pak a shumë me njëjta skemë. Për një periudhë shumë shkurt kohore ndodhi 2 herë. Një në turin e dytë të kupës të Europës, e cila ishte shumë e rëndësishme edhe për buxhetin e ekipit, edhe për vazhdimsinë e Vllaznisë, edhe për motivimin e ekipit në vazhdimsi, edhe të shtirë në javën e 4 të kampionatit në Durrës, përsëri pak a shumë e njëjta sindrom, gjatë cilën në fakt e përsëriten edhe me Dinamon, atë hupje kundër Dinamos, ku kundërshtari pothuajse ishte krejtësisht i lirshëm në mbrojtjen e Vllaznisë. Pra janë gjëra të cilat ka nevojë, nuk është e çuditshme në kuptimin e kësaj, sepse është sa po starti i kampionatit dhe normalisht që ekipet ala nuk ka se kanë marrë atë formën e tyre apo fytyrën e tyre të vërtet, nuk janë kolauduar la, sidomos Vllaznia. Ja pat momentin e pesimit golit, sa për Vllaznia është një ekip i cili ka ndërhyrë shumë fuqishëm, si asnjëherë tjetër ndoshta në merkato si mjet, edhe unë jam i befasuar sa i përket edhe blemive të cilët realisht janë cilësore. Të gjithë pothuajse në përgjithësi që kanë lojtar cilësor dhe kjo është një merit. Kjo është goli që komentuam më parë. 2 lojtarë të Vllaznisë shikoje, që mas shpinët krejtësisht janë 2 lojtarë. Kjo nuk mund ka vend për të ndalë. Patjetër që ka vend. Kanë vetëm kretën, ko kanë tonë porta. Patjetër që ka, kjo është patjetër që ka gabim. Më shumë blu se të bardhë. Mund të jetë shumë më i zoti me 7-0 kundërshtari, po të paktën me bezdis, pak ti duhet ta bezdish, po jo me ndajtin ekzistent. Ç'është e vërteta. Duhet i flasim gjëra siç janë në mjet Vllaznisë. Nëse flasim nuk ka pas faj kërkush, as nuk merr përgjegjësi kërkush, nuk i bëjmë absolutisht, nuk i shërbejmë Vllaznisë, thjesht i shërbejmë një përgjumje, nëse mund të them kështu. Pra është një diçka të cilët duhen punu, por ti mund të punosh sa dosh, por është pothuajse 100% nëse mund të them kështu, në dorë të sportistëve, ata momente, ata pozicione të cilët ata duhet tashmë më tepër lojtarë me eksperiencë nuk mund të bëjnë gabime të tilla. Niset të fliset për merkaton, por do ta kalojmë më pas të komentojnë, por një mendim nga Paula. Për atë çfarë biseduam deri tash me një opinion i përgjithshëm. E pat ndeshin? Po, pavarësisht angazhimeve mia, unë kam pa ndeshin edhe besoj se analizë më të mirë se dy profesorat nuk ka, por gjithsesi shpesh herë ne sportistat, futbollistat dhe në përgjithësi sportistat që merren me sport, domethënë nganjëherë ne harrojmë që loja përfundon kur bie bilbili. Edhe sidomos në ata minutat e fundit, shpeshherë e stakojnë trurin që okay, u kry, edhe harrojmë që mund ketë shtesa, mund ketë gola në sekondat e fundit, edhe për fat keq nojnë këta. Në karrierën tuaj sportive ju ka qellur ndonjë gol i tillë të pesuar që ju ka djegur, po themi. Po, ka qëllu që na ka djegë edhe i kena djegë të djahën, kështë që... Edhe kena shënuar, po, edhe kena shënu, edhe kena pësu. Futbolli ka gjitha ta janë, domethënë, sekuencat nga më ndryshme. Ndërkohë që ne vazhdojmë komentin tonë për pikërisht për këtë ndeshje, por në përgjithësi edhe për vazhdimsinë e Vllaznisë, nga Razia kam sinjal që kemi planifikuar një lidhje të drejtë për drejtë me presidentin e klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, që natyrshëm është shumë pranë skuadrës dhe më shumë se ai askush se ka ndjerë të gol, shihen e këtij goli, qëndrimin pikërisht në sekondat e fundit të këtij ndeshjes. Nëse regjia ka gati zotin Xhaferi të na e përcjell në studio. Presim edhe për pak momente, sepse dëgjuam në sfond një komunikim të Xhaferit, pra donim nga ana tij një gjykim që si e ka përjetuar ai në tribunin VIP të në stadiumit Niko Dovana me kolegët e tij, me miqtë e tij, kur ai gol u pesua në kohën shtesë dhe çfarë mund të presim në vazhdimsi nga kjo Vllaznia, e cila me të vërtetë po jep sinjale pozitive, pavarësisht se ky gol, ky barazim nuk duhet të ndodhte, duhet të ishte një fitore e merituar e Vllaznisë, por gjithsesi
komentet, analizat, opinionet janë për një vllazni që është në rrugën e duhur, e ka nisur mjaft marr dhe është thuhet në tërësi është viti i vllaznisë. Nuk e di Xhaferi është gati për të komunikuar me ne? Akoma kam sinjal nga kolegu im Nino Jakova, por vazhdojmë aty, profesor Kuelam, derisa të jetë gati Xhaferi. Merkatoja, niset atë ciklit me parë dhe duhet ta pranojmë, si asnjëherë tjetër, kemi një merkato kaq bom, do të thënë, emra bom, njëri me spikato se tjetri. Dhe kjo është shumë pozitive, thëmë drejten. Është një merkato e mirë menaxhuar. Normalisht duhet jenë hap thesi, sepse nuk është e lehtë sjellësh lojtarë të tillë, natyrisht që kanë kosto, por në fundit na si tifozat vllaznisë, po atjetër që jemi presim dhe i urojmë shumë suksese lojtarëve të ardhën, por edhe ekipit vllaznisë për vazhdimsi dhe për një vllazni kampione. Besoj që me këtë kontingjent që ka aktualisht vllaznia, është një pretendent i denj për të kenë kampion Shqipërijet, gjatë cilën profesori përmendi edhe më përpara, sa i përket patjetër se trajneri është shumë i rëndësishëm në një ekip futbolli të çdo lloj sportit. Sa i përket stërvitshmërisë, anë psikologjike, teknikës, taktikës, pra është koka e ekipit apo e klubit, nëse mund të them kështu, që merr përgjegjësitë kryesore. Por kur ke edhe element tillë apo nivel tillë sportistash, patjetër që e bën edhe më të lehtë trajnerit punën. Ja bën më të lehtë. Patjetër, që e bën më të lehtë. Që duhet mendimin tuaj edhe të kalas, por edhe më të vështirë trajnerit, ndoshta për të përzellur. Kjo është zotësia e trajnerëve, jo për rasti, është i vetmi vend në botë, në glob, ku vetëm në Angli nuk i thuhet trajner, por i thonë menaxher. Menaxher. Gjithkund tjetër i ke trajner, mister, në Angli ke menaxher. Që do të thonë sa i aftë je për të menaxhuar grupin. Kjo është e rëndësishme. Nuk është e lehtë në futbollin. Nuk është e lehtë futbollin shqiptar sepse nuk kishte ndodhur prej vitesh me kaq emra cilësor, pra për të dalë tek ajo se nuk është e lehtë futbolli. Për ta menaxhuar skuadrën, sepse duhet stabilizuar, duhen rregulluar raportet mes formacionet, të gjithë duan mos futbollin tonë. Nuk është e lehtë. Duhen, por trajneri është ai që vendos pikën e fundit. Që duhet, varet më se sa profesionista janë ta lojtarë, sepse ti mund blesh lojtar me cilëtite shumë mira, por nuk përmend realitetin, nëse mund të them kështu. Trajneri mendon gjithmonë për të futur atë që ka gjendjen më të mirë sportive, pavarësisht të emrit apo pagesë që keti. Nuk ka lidhje apo punë, nuk vinë lojtarët me firmos kontratë që unë do të jem informacionit i pa diskutueshëm. Jo. Ti bën dakord për një shifër, për kontributin e ekipit për të dhënë maksimumin, sa herë që ekipi është nevojshëm me pas shërbimin tëm. Por shpesh herë në paktën eksperjencat e mia, jo vetëm të mia, por futbollit shqiptar dhe kolegëve të mi, jo rrohen moment profesionalizmi, nuk i pranojnë, nuk i ka përdin gjanat. O shohim dash për vitesh në nivelin e kampionateve më të mëdha europiane, ku shpesh herë çuditna si nuk hini me lut lojtar. Në fakt ka momente që edhe bën një farë rotacionit, në varësi edhe të kundërshtarit, në varësi edhe për të lënë për të pushuar fije, sepse ka marrë shumë minuta dhe një lojtar i rëndësishëm mund të psojë në dëmtim. Trajnerët gjejnë momentin e caktuar, ndeshjen e caktuar për të lënë pushim. Pra kur ke një grup, jo gjithçka shikohet kur ke një grup, forma lojtarit shpeshherë ka ulje dhe ngritje të tilla. Pra edhe forma ka një ngritje, ka edhe një rënje. Shpeshherë në kampionatet e forta të gjata mund të ketë edhe oscilacione. Kështu që trajneri është ai që gjykohet më tepër, po unë nuk i gjykoj kur trajnerët, sepse se çka kanë mend trajneri dhe se si një skuadër trajneri nuk më ta njohin as tifozi, as komentuesi, as kërkush tjetër, sepse në shumë raste nëse ata do të ngjojnë pse bani trajneri këtë punë, atëherë ato mund të thonë po ka drejt. Dhe në fundit trajneri është njëri dhe nëse bani veprime dhe mund gabojnë, nuk është me qamet i madh se gabojnë, se gjithë njerëzit gabojnë. Por në përgjithësi trajnerët i marrin shumë kompleksitet veprimet e tyre, atëherë edhe i bajnë.
Unë kam pas raste në volejboll është gjysmë ndrrim dhe ndrrim i plot, që nuk mundesh, është një lloj ndrrimi që po qenë lojë dhe del dhe rifutesh, ti s'mund dalësh më, ai rezervë nuk mund të. Lojtarët thoshin pse se hek ato tifozat, pse se hek, pse se vend. Pra ka shumë gjana që mundet, ose pse se ke fut këtë lojtar, ai lojtar ka kanë tan natën i smur, ai me zërrin, ja ka lënë trajnerin stol, jo pse se ka bëj, janë shumë faktorë që Por ja gjithçka është në transparencën e jo, publikut. nuk mundesh me kanë transparencën. Trajneri është ai që jeton me skuadrën. Trajneri edhe aq më tepër në klubet e mëdha, aq më tepër edhe në ekipet tona që ka një staf trajnerësh, që ato konsultohen njëri me tjetër, se nuk është vetëm trajneri, por janë edhe trajnerë tjerë. Dhe të gjitha vendimet normalisht përgjegjësia kryesore është e trajnerit, por shpeshherë njerëzit nuk i dinë dhe pastaj tek futbolli i femrave keni të tilla ashtu rivalitet problematik, sepse presidenti Lazar Matia, mund ta themi hapur, ka bërë hatan 13 derje, duke përfshirë edhe 2 që kanë mbërritur përpara 2 ditësh. 3 të tjera. Lajmi më i fundit 13 derje të huaja përpos kontingjentit aktual. Keni vështirësi me kolegun tuaj, Nikolin Leka, për të përcaktuar? Absolutisht, ka të dy anë, edhe vështirësinë, edhe nga një anë është edhe e mira për skuadrën. I komod, derisa i zoti për me zgjallë. Shërben edhe për rritjen e vajzave që nollen këtu, sepse janë 2 eksperjenca ndryshme, janë nga vende ndryshme të botës, edhe absolutisht është një gjë shumë e mirë për ekipin. Kam dëgjuar presidentin Matia apo edhe stafin teknik, vështirësi në komunikim, sepse janë si rrallë herë, janë nga disa shtete të ndryshme. Kemi gjuhën angleze, spanjolle, por futbolli shqyqyra është një gjuhë edhe ne bim disi dakord edhe kuptohen në një pikë, si thonjë. Bukur, do flasim gjithësisht edhe për ju dhe për pragneshin me Interin, por kalojmë te kronika tjetër, opinionet e trajnerëve pas kësaj jave, ku mes tyre është edhe opinioni i Edi Martinit pas sfidës Teuta Vllaznia. Arjan Bellaj ishte trajneri i vetëm fitues në 3 ndeshjet e së dielës për javën e 4 të Abisnes Superiore, pasi vore e tij mundi 1-0 flamurtarin. Bellaj tha se paraqitja në fushë ishte pasqyra asaj që lojtarët e tij kanë bërë gjatë javës në stërvitje. Unë thjesht dua të përgëzoj çunat për shpirtin që japin në fushën e lojës, akoma edhe një herë bravo për ato që japin në stërvitje, pasi pasqyra e stërvitjes është gjithmonë dita e ndeshjes. Trajneri i flamurtarit Carlos Garcia tha se u përpoi të bëte ndryshime në skuadër, por ajo luajti mirë vetëm për 20 minuta. Kemi zhvilluar 20 minuta pozitive gjithsej kundër Vorës. Për këtë transfer ndryshuam modul pasi e dinim që kishim një ndeshje të fortë. Menduam të luanim me shumë rëndësishor për të qarkulluar topin. Në Durrës, Teuta i mori një pikë Vllaznis fal golit të shënuar në minutën 97. Trajneri Kelly Dobi vlerësoi 3 gjërat e skuadrës e tij. 3 gjërat që më shumë funksionuan sot nga ana jonë ishte që tregum e parë shpirtin e garës, e dyta organizimi i lojës dhe e treta është përgatitja, se kemi luajtur 3 ndeshje brenda 8 ditëve. Edi Martini ishte dukshëm i zhgënjur pas ndeshjes për shkak të rasteve të humbura nga Vllaznia. Vjen keq sepse kishim raste si në pjesë parë dhe në pjesë dytë, situata 3-2 në tradicion, me kualitetet që kemi nuk duhet në nullin që të humbim atë raste. Po gjithsesi ky është futbolli. Për rastet e humbura foli edhe Ilir Daja pas barazimit pa gola të Dinamos kundër Bylisit, duke vënë theksin te mungesa e konkretizimit. Edhe në rastin e Durrësit edhe në rastin sot, kur kaluam me një lojtar superior, ajo që mungoi nuk ishte as manovra, as futjet në thellësi, as situatat, po ishin finalizimet. Mirelosa i Bylisit shpreh besimin se nëse skuadra e tij do të kishte shënuar, goli do të rezultonte fatal për Dinamo. Unë më tepër jam i mërzitur, mund të them, sepse mund të godisnim Dinamo shumë para qoftë pjesën e parë, qoftë pjesën e dytë. Dhe goditja do të ishte shumë fatale për ta, besoj. Rikthehemi në studio, dëgjuam shumë opinione të trajnerësh, por në intereson tek tekniku Martini, i cili profesor logjikshëm e ndjen keqartën e këtij goli, e këtij barazimi, kur mund largohej nga Durrësi me 3 pikë dhe ishte një avans, një moment shumë pozitiv i Vllaznisë. Po patjetër, ka trajner që kur i ik ndeshja minutat fundit është i kënaqur. Patjetër që është i zgënjym.
Është zhgënjym sepse realisht Vllaznia dominoi ndeshjen dhe meritote për ta fituar ndeshjen. Në çudit fakt deklarata e trajnerit të Durrësit, Dobit, i cili i thu lavde ekipit i tij, në fakt një ekip i cili përveç se dëshirës për me luajtur futboll nuk ka se pash në një Durrës, pavarësisht se nuk është fushë lehtë Durrësi. Por besoj se Vllaznia nuk e vuni në diskutim as edhe herë sa i përket dominimit të ndeshjes. Dhe zhgënjimi nuk është i lehtë për tu ka përdinj sa i përket rezultatit të ndeshjes. Po sidoqoftë, se nuk thuhet ke fitu një pikë, po kena humbur 2 pikë me këtë. Sidoqoftë, thënë sa janë starti i kampionatit dhe patjetër që do të ketë problematika, gjithë secilët ekipet kanë për të bërë gabimet e tyre. Vllaznia shpresoj që këto gabimi ka bën fillim sezonit, qoftë në Kupën e Europës apo edhe në ndeshja Durrësit, edhe Dinamos deri dikun, por fatale janë ata që bëjnë gabimet ka fundi kampionatit, ata janë pariparueshme. Kurse kur janë në fillim kampionatit, e mira do të ishte për të marrë maksimumin gjithmonë, por prapë ke mundësi për të riparu, ke mundësi për të vazhduar për të pa përpara. Dhe kalojmë një herë tek pragneshja Vllaznia Vora. Profesor Kalaja luhet e dielën në orën 19. Në një farë mënyrë koincidon edhe me ndeshjen tuaj, sepse ne kena ndeshjen 6 sahati. Për interes të publikut, zakonisht ndeshjet e voleybollit femra dhe meshkuj luajnë ditën e premte, por janë spostuar për të dielën dhe meshkujt Vllaznia me Studentin, që është një këtyre ndeshje për javën e tretë, është 1 orë përpara futbollit Vllaznia Vora. Pra, keni mundësi për rreth 60 minuta të merrni edhe tifozerinë e futbollit aty pranë nga pallati në stadium. Dhe shpresojmë nga një fitore e juaj me Studentin kalojnë tek atmosfera e futbollit. Shpresojmë, ndeshja është e fortë, skuadra e Studentit është përforcuar shumë këtë vit, bila është përforcuar edhe me lojtarët tonin. Jo, fillimisht me jep opinionin për Vllaznia Vora. Vllaznia Vora, atëherë, ashtu si që diskutu për para nga Armando, këtu nuk ka ma skuadra të mëdha dhe skuadra të vogla. Këtu çdo ndeshje me çdo skuadër duhet vlerësu maksimalisht. Vora me entuziazmin e ardhes nga kategoria e parë në superiore, me entuziazmin dhe me rrullin e saj, me dëshirën për lojë, mund të jenë shumë e rrezikshme. Por Vllaznia nëse vazhdon me këtë mënyrë loje dhe me këtë dëshirë, unë tham që Vllaznia duhet për medalë fitimtare. Gjithmonë duke qenë shumë e kujdesshme, sepse këto skuadrat kanë një entuziazëm, një eufori, një dëshirë, një etje të madhe, aq më tepër që presioni më i madh bën mbi Vllaznin duke pas emrin e madh se sa mi Vorën. Pra lojtarët e Vorës thonë jena duke luajtur në Shkodër, jena duke luajtur një Vllazni të madhe, prandaj ato s'kan çahumin se ashtu. Ndërsa ne kena çahumin. Si jena të luajt kundër Vorës dhe jena të luajt shtëpi tonë, pra presioni do të binë më shumë për ne, por inshallah tifozeria dhe dëshira e sportistëve tonë do të bëjnë që ne të dalim pozitiv në këtë ndeshje. Paula, Vllaznia Vora si e parashikon? Absolutisht si tifoze, normalisht më të mirën për Vllaznin, por si që tha dhe profesori, nuk duhet në vlerësu asnjë skuadër, futbolli është nuk dihet asnjëherë rezultati, duhet përgatiten si nga ana psikologjike, absolutisht një ndër gjanat kryesore të pas parasysh që vjen nga një barazim aty edhe goli i psum. Normalisht edhe skuadra do të jetë në një anë psikologjike jetë mirë, por besoj që unë shpresoj që do të jetë më mirë për Vllaznin. Zakonisht kemi parë ekipin e futbollit femra që është i pranishëm në shkallët e stadiumit Loro Bujë, duke ndjekur edhe ekipin e meshkujve. Vazhdon kjo traditë? Absolutisht, një ndër gjanat kryesore, për shembull babi është qyshiri që e ka njek Vllaznin edhe vazhdon të jetë po të njëjtën gjata njek për çdo ndeshje. Nuk e kam fjalën direkt për familjen tuaj, për Federant Jakun që respekt me qenë se përmendën, sepse ka merita, shumë merita. Ndërto edhe ajo që kemi thënë vazhdimisht edhe për vjetori është 20 vjetori i themelimit futbollit të femrave në Shqipëri, por si ekipi i Vllaznis shpikat vazhdimisht në grup, ju jeni në tribunin qendrore të stadiumit Loro Buriçi vazhdimisht, duke ndjekur Vllaznin e meshkujve. Absolutisht një ndër gjanat që ne sa herë që nuk kena aktivitetet tona ose seanca stërvitore, në një moment që ne mundena me njek Vllaznin, jena gjithmonë mbështetëse dhe jena prezent në stadium.
Profesor, ju e cekit pak sa më herët dhe këtë pragneshje, por tashmë është momenti në një esencë të kësaj pragneshje. Esencë është shumë e thjeshtë, shkurt. Unë e thash fillim se ekipet nuk ka se kanë diferenca shumë mëdha. Po atjetër që Vllaznia në kontingent është dukshëm më mirë se ekipi i Vorës. Por ekipet tash të quajtura të vogla, pa emën apo se pa histori në Superligën shqiptare, kur ka një ambicje, kur ka një mbështetje financiare shumë të madhe, bëhen shumë vështirë dhe shumë të rrezikshme, siç është rasti i Vorës. Nëse flasim, profesori e tha shumë mirë, sepse është njerë edhe vetë në volejboll dhe i njeh shumë mirë këto situata apo këto ekipe. Nëse shohim në aspektin psikologjik Vorën apo Vllaznin, patjetër se Vllaznia është një ekip i cili pretendon gjithmonë për të kanë nivelet maksimale dhe pretendon për të fituar titullin kampion. Dhe ka kanë shumë afër paktën 2-3 vjet të fundit. Nësa Vora është një ekip pjesëmarrës, nuk e di ndoshta qofsh e gabuar mund të jetë hera parë që merr pjesë në Superligën shqiptare. Hera parë që Vora është në Superligë. Dhe jam i bindur që edhe presidenti edhe krejtësisht ambienti i Vorës nuk ka se pretendojnë për të kenë për gjana për mrekullinat mëdha, siç ka kanë Kuksi para 13 vjetëve me ne. Që thjesht ishte një ekip i organizuar me lojtarë jetë në niveleve që kanë Vllaznia, por kanë lojtarë të Dinamos, të Kams, të cilët kishin rrë prej ligët, pra lojtarë të ardhën, jo me në nivel kush e di se qa, por u bën një grup shumë i shnoshtë dhe mbështetja financiare ishte e madhe dhe u bën i Kuksi i cili ishte. Dolin vend 2 kampionat, kaloi 4 ture për herë pa një histori të futbollit shqiptar, gjë të cilët si kishte bën si ekip tjetër. Pra pak a shumë do të them bëj një farë krahasimi. 4 ture në Europë me ne kryer më paralelizmit të këto lloj ekipesh bën shumë të rrezikshme, shumë vështira, sepse pretendimet për të kapë gjana të mëdha nuk kanë. Thjesht kërkojnë paktën vitin e parë. Kërkohet vëmendje maksimale. Vitin e parë paktën kërkojnë për të qenuar në ligë. Çfarë dalin më atje për këta çare kanë. Kurse Vllaznia ka që me hub në kuptimin psikologjik. Po për Vllaznia kërkohet gjithmonë maksimumi. As më atje për thash 2-3 vjet të fundit që ka kanë shumë afër kthimi titullit 10, nëse mund të them kështu në Shkodër. Dhe presioni po atje që është Vllaznia. Por mendoj që me kontingjentin që ka Vllaznia nuk besoj se mund ta vënë në diskutim. Ç'është vërtet. Pikërisht për pragje Vllaznia Vora, por edhe për ndonjë episod tjetër, tashmë regjia më konfirmon se është drejt për drejt Alban Xhaferi me studion ton. Mirëmbrëma, zoti president. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma juve dhe gjithë studios. U takuam edhe dje në stadiumin Loro Borisi në atmosferën e asaj kupe Misia që me të vërtetë ishte fantastike, ju nderuat edhe një sportist veteran si Ferit Ragami apo ujku i Vllaznisë që është komentuar në vite, por tashmë ne komentuam gjatë, në një farë mënyrë kemi konsumuar shumë gjëra. Çfarë mund të dështoni ju nëse na keni ndjekur? Unë fakt isha në ultime pak ju kam njek, marrë sone njeka dhe profesor Cungun me analizën e tij saktë. Mendoj që nesha e ditës duhet vlerësuar realisht sepse Vora faktën 3 neshe që ka bërë deri tash, mendoj që ishte i skuadrën që nuk duhet të vlerësuar dhe mendoj që ajo do jetë një ndër ato skuadra që do tregojnë që nuk ka rastisht superiore dhe mund të qesin probleme, çdo ekipit. Është një skuadër e re dhe mirë financuar, për Vllaznin është një neshje e parë, ndoshta në histori me Vorën, sepse nuk ka pas më përpara, Vora ekip i ri. Kështu që duhet të kemi kujdes dhe duhet të jemi përgatitur, duhet ta vlerësojmë kundërshtarin maksimum. Kjo është një porosi që ja kam lënë edhe djemve, edhe profesor Edit bashkë me profesor Vjorit, kështu që thjesht duhet të jemi të kujdesshëm dhe të luftojmë për 3 pikë në rrallës. Ke qartja për humbin e 2 pikë vjen e Durrës, ju është larguar apo akoma keni atë zemrim? Mendoj që na duhet ta zgjidhshim neshin, nuk ishte arsye pse të shkoshim në fund për të rrezikuar dhe rrezikimi ishte pasojë pastaj edhe kishte momente në pjesën e parë mjaftueshëm që skuadra mund të shënote, domethënë duhet të rregullojmë shumë gjëra në lidhje me procesin e gjujtjeve në poshtë shënimit të golit. Unë jam i kënaqur për lojën, faktikisht atmosfera në Durrës ishte pak më e veçantë.
se sa herë tjera, sepse realisht kishte i tifozëri që nuk e kishin pa në 5 vite. Mendoj që ka gjëra që duhet përmirësojnë edhe në kuadrin e disa lojtarëve, disa problematikave, kështu që thjesht neshit shërben si analizë në mënyrë që mos rrezikojmë vimësi dhe mos t'i lajmë problematika do ta psosh. Diskutimet për rastin e dyshimit pra të pësimit golit, ka ndonjë të re nga ana juaj, nga ana klubit, ndonjë diskutim me federatën, me komisionet përkatëse, me specialistët? Shiko, nuk duhet t'i hi. Unë kam ato objeksionet e shëmbimit sepse edhe fillimi i kampionatit normalisht edhe mund të ketë gabime, aty kishte pas komenteve kishte diçka, karmat nuk ishin në rregull. Kjo ndoshta duhet të jetë një thirrje për të shënë që jemi korrekt, pastaj pjesa tjetër mendoj që ishte një mesatar, që ishte i mirë, po mesatar. Dhe në mbyllje për të mos mbajtur gjatë, shumë komentues vazhdojnë të theksojnë është viti i vllaznisë. Jeni dhe ju me këtë mendim dhe skuadra e ka këtë frym? Unë jam i kënaqur Ka një problem me zërin. Ishte edhe me neshit, pavarësisht se... Alo, po? Po, alo? Tash po jeni okej, mund vazhdoni. Me dëgjoni? Po. Unë thash, jam i kënaqur me përgatitjet, jam i kënaqur me pjesën e stafit, është kriju një klimë e mirë. Fillimi është, sigurisht që objektivi jonë është i pa diskutueshëm për titullin kampion, dhe gjithë të shpa kemi dhe 2 kampiona, si që është trajneri Martini bashkë me trajnerin Sinani, dhe shpresoj që Mi zotë Gjaferi, ju falenderojmë edhe për arsye teknike, sepse nuk po gjendet akoma ajo... Po, ka shkeputje, po gjithsesi ideja erdhi, besimi juaj tek skuadra, tek dyshja drejtuese, dyshja kampione Martini Sinani, që këtë vit besojmë se bashku me skuadrën, me mbështetjen tuaj ta sjell titullin e 10 kampion në Shkodër. Ishte lidhja, edhe për arsye teknike, e shkeputëm këtë lidhje të drejt për drejt me zotin Gjaferi, por gjithsesi e dha një opinion, duke të kënaqur, por edhe vëmendje maksimale për vorën, atë çfarë diskutuam më herët. Pa tjetër, e theksuam edhe më përpara, nëse i referon kësaj ndeshje, po tjetër që vora në kujdesin e vet. Megjithatë, fillimi i kampionatit e thamë, është një nisje shumë e mirë, gjëna të cilën ne shpresë për një vllazni shumë konkurruese dhe dënë për të kenë kampionja e Shqipërisë. Ka shumë rrugë përpara për të bërë, po tjetër. Problematikat kanë përkend të ndryshme, se jo gjykimet, jo forma në individëve të caktuar, duhet marrë shumë gjëra parasysh, por ajo që ka rëndësi është ndeshja aktuale, e cila duhet të jetë fokusi maksimal dhe serioziteti maksimal për të dalë me 3 pikë dhe për të mos gabuar në shtëpi, sepse sidomos me këtë lloj ekipesh, gabimet në shtëpi janë i fije të hidhura shumë dhe nuk lajnë shihet mirë, edhe te tifozëria. Urojmë dhe shpresojmë edhe atë se theksoi edhe vetë Kalaja që edhe tifozëria të jetë prezente ashtu siç ka qenë javën e parë, ka nevojë vllaznia edhe pas atij barazimit në Durrës të rikthehet atmosfera dhe me 3 pikë ndaj Vorrës për të vijuar me tej në javët e ardhshme. Kalojmë tek futbolli i femrave, në studio thamë është Paula Jaku, zëvendëstanere e ekipit parë për krah kolegut Nikolin Leka, që është edhe
strategu, kemi thënë, i shumë sukseseve tek Vllaznia, por edhe trajneri tek Vllaznia U17 dhe trajneri kombëtarës së moshave. Lajmi më i fundit edhe më i bujshëm është Inter Vllaznia. Kush e dëgjon këtë kaq mjafton. Kur thekson Inter Vllaznia, këtë e bën vetëm me Vllaznia femrave. Siç e keni bërë edhe me skuadrat e tjera, siç kemi thënë me Realin, me Chelsean apo me Parisin, apo me Juventusin me herët. Vllaznia femra, Vllaznia Lazar Matis. Kush mund të kishte sjell këto skuadra në Shkodër, po siç thamë Realin, Chelsean, Parisin, Juventusin, dhe tash më vjen edhe Interi. Pra vetëm Lazar Matia po themi, por e gjithë Vllaznia. E gjithë Vllaznia, por natyrisht se Lazar Matia, kemi thënë vërtetisht, ai është kryefjala e gjithë shkaje, por merita është tek stafi teknik, tek Nikolin Leka dhe Paulo Jaku. Si është atmosfera në skuadër? Po e shijonet e kualifikimin që mund të 2 herë në turin e parë ekipin nën kampion të Ukrainës? Atmosfera në skuadra është shumë e mirë, normalisht ne e shijuam shumë, sepse e pritshmin, e kena prit kalimin e turnit, pavarësisht se në ndeshje kishim një pjesë dytë jo të mirë të vajza, por gjithsesi ajo pjesë u kalu edhe mendoj që morëm atë që merituam. Ndeshjet e Vllaznisë me nën kampionin e Ukrainës janë transmetuar edhe nga televizioni shqiptar dhe kanë bërë jehon. Kanë qenë 2 fitore radhazi, 2-0 ndeshja e parë dhe 2-0 ndeshja e dytë. Dhe tashmë pragneshja, si po shkon përgatitje, vajzat e reja që kanë ardhur, nga kanë ardhur, ku i përkasin çfarë skuadrave? Në fakt ne kena marrë edhe 3 hymje të reja në skuadër, janë nga pjesa e Amerikës edhe ato. Normalisht ne presim më të mirën prej tyne, pavarësisht se skuadra deri tani është në gjendje shumë mirë, por gjithsesi presidenti normalisht të pret edhe kalimin edhe një paraqitje shumë mirë kundrejt skuadrës së Interit. Siç thotë edhe ju më përpara, emri i Interit dihet që është një emër i madh, por duke mos lënë mbrapa edhe pjesën e Vllaznisë femnave, duke qenë se tashmë vitet e fundit nuk është një emër i pa një gjumë në Europë për pjesën e futbollit femnave. Si po shkon stërvitit? Ka dëmtime apo ndonjë mungesë që mund të jetë me Interin? Jo, për momentin skuadra është në gjendje shumë mirë, klima brenda skuadrës është shumë e mirë dhe ne presim që të bëjmë më të mirën kundër skuadrës. Deri ditën e nisjes për në Milano, ka ndonjë testim miqësor apo do të vijojnë përgatitjet? Ne fillojmë kampionatin ditën e dile, kështu që do kemi më freskët. Sot është hedhur shorti. Nis kampionati i kategorisë superiore për femrat. Po, do jemi kundër ekipit atletik Shkodrës. Në atletik është derbi Shkodran në atletik Shkodrat që drejtohet nga trajneri Elis Legata. Po. Ku aty bën pjesë shumë futbollistë shkodrane, po thojë se gjithë ekipi është shkodran. Normalisht. Ku do të luhet ndeshja? Do luhet këtu në Shkodër tek Zmiant. Ditën e diel? Ditën e diel. Në orën? Për momentin ala nuk është vendosur, kështu që presim për më shumë informacione. Mas dite mas na lënë para ditë. Nëse ka dreka. Sepse merr tifozë tek. Ne kena qef. Po, duan shpërndra se janë kemi qef me i pa. Kena qef me shku me i pa. E drejt. Pra ky test me atletikun është momentin më të duhur. Besoj po, ky është një moment i testimit. Problematik për ta kaluar me sukses. Duke pas parasysh potencialin e Vllaznisë përballë një atletiku modest. Një testim më shumë edhe për lojtarët që kanë ardhur edhe më shumë pjesën taktike, edhe të shohim vendosjen e ekipit. Besoj se për pjesën e kalimit të 3 pikëshit absolutisht nuk besoj që do diskutohet kjo pjesë. Pavarësisht se do ketë edhe normalisht angazhimet e vajzave të reja, pse jo, do jetë një test në tërësi për gjitha vajzat që janë pjesë e ekipit tonë. Miki Doçi vazhdon të jetë në formë? Absolutisht, Miki Doçi është në formë, shumë formë mirë. Shtylla kryesore e skuadrës? Shtylla kryesore e skuadrës. Në ndër lojtarët më të mirë në Shqipëri dhe absolute. Profesor Tomo, ju keni një kontribut të pjesëshëm tek Vllaznia e femrave, keni... Dikur. Jo shumë larg, por dua të them se edhe lidhjet me stafin teknik, me president Matia, sepse keni qenë në mbështetje, sidomos se
në një turne ndërkombëtar? Unë thamë drejt nga kënaqësi shumë e madhe, jo vetëm për Shkodrën, por besoj për gjithë opinionin sportiv shqiptar. Siç e thatë edhe ju, një ekip si Vllaznia, ose më saktë 20 vjetori, siç e thatë edhe ju, të krijimit të futbollit femnave, për një Shqipni, themeluesi i futbollit femër në Shqipëri. Është e vërtetë. Për një vend si Shqipnia, një vend i vogël, i pa njoftën, pa zhvilluar sa i përket futbollit femnave, është bërë një hap jashtëzakonisht i madh galopant, i cilin kanë merita të jashtëzakonshme, të gjithë po përshtim, në veçanti Fredi, i cili është themeluesi i futbollit femnave dhe mënej pasuesi ide i cili korr suksese të njëpasnjëshme që është Laze Matia, i cili është koka, nëse mund thamë kështu, se trajnerat po atjetër që janë shumë të rëndësishëm, por kur s'ka mbështetje financiare, s'ka çfarë bën as trajneri. Lazi është ai i cili po thuj se ka dhënë gjithçka dhe ka prunë këto emra të mëdha të futbollit në rangut botëror, të cilët është kënaqësi, është ner për të luajtur kundër tyre, jo më për pse jo për të pretenduar diçka. Unë mendoj se ai përket ekipit të Interit nuk ka se jam shumë dijeni paktën viteve të fundit, por paktën ato periudha para 2-3 vjetëve kur unë kam kontribuar sado pak tek ekipi i vajzave, kur morëm pjesë që luajtën një vjet me Juventusin, më dhe vitin tjetër edhe me Champions League grupe me Chelsea, me Realin edhe me Parisin, nuk është i këtij nivelit, nëse mund të them kështu emri i Interit, sa i përket atij nivelit shumë të fortë, shumë të madh që kishin këto ekipe, gjatë cilën duhet besoj t'i motivojnë dhe t'i bajnë me besu vajzat, sepse nuk është çudi që edhe mund t'i arrijnë ndoshta. Për t'i bezdis, jam i sigurt që kanë për t'i bezdis, por edhe pse më jo për t'i arrijnë. Në fakt ka optimizëm, unë kam edhe gjatë takimit të djeshëm, Kupa Mirësia ishte sidomos me mbrëmjen organizuar në darkë, qëndrova gjatë me presidentin Matia dhe tema kryesore ishte pragnesha me Interin, nuk ishte pesimist, jo me ndonjë disnivel. Duhet këtë një analizim mirë që jam i bindur që stafi i trajnerëve ka bërë sa i përket ekipit Interit, i kanë ide të qarta për ekipin kundërshtar, mënyrën si let, pikat e forta, pikat e dobta, por një ndër gjërat më të rëndësishme është përgatitja psikologjike, se si ti do me përgatit një ndeshje. Pra duhet thënë, duhet besojnë ma tepër se asnjëherë tjetër ndoshta dikush që na ndin thotë pas ka luajtur me Charmande se thjesht emri i Interit, por nuk mendoj se është në nivelet e jashtëzakonshme siç kanë ekipet tjera, kështu që futbolli kur nuk i dihet, kështu që e rëndësishme është që të besojnë dhe të bëjnë maksimum. Një fakt që mësova edhe nga presidenti Matia, klubi i Interit ka zhvendosur ndeshjen në një stadium modest, pra një qendër shërbëtore, edhe ndoshta edhe nga ajo, nga presioni që mund të ketë tifozëri të shumë shqiptare, për të mos i dhënë mundësi se të ketë të luajë në një stadium, sepse kemi parasysh se Milano është një komunitet i gjerë dhe aty është edhe Vllaznia Elit me presidentin Lazar Benar Xhekaj, i cili drejton Vllaznia Elit, e keni hyrë në kontakte me klubin e futbollit Vllaznia Elit në Milano, që do të, sipas informacioneve, janë organizuar për të mbështetur Vllaznin në sfidën me Interin. Për momentin për këtë pjesë ma shumë është marrë presidenti, normalisht ne jena ma shumë përgadit, ne jena fokusu në, si që thalët, ne jena shumë optimist për neshjen, pavarësisht se Interi është në kampione e Italis, edhe është në ekipe që është duke kontribu shumë për futbollin e femnave në Itali, por ne do përgatitena dhe do jemi shumë optimist për neshjen që do kena të rallës. Sukses e Pavlo, por unë thash dhe kam informacion që komuniteti shqiptar, sidomos klubi Vllaznia Elit me presidentin Benar Xheka janë organizuar për të mbështetur Vllaznin që luan në Milano. Absolutisht, mu mbajt shumë qefi edhe ftoj sa ma shumë tifoza, të pas parasysh që Itali kena shumë shqiptar që jetojnë shumë emigranta, absolutisht i ftoj gjithë që vinë në mbështesin, gjithmonë tifozi është një motivim për ma shumë përvetarin. Për informacion të atyre që mund t'jenë duke në ndjekur në Itali, ku luhet ndeshjen në çfarë ore, se t'i bëjmë thirrje tifozave që t'jenë të pranishëm në ndeshjen Inter Vllaznia. Në orën 6, tashma, siç thënë ti, është në një fush afër, nuk e di sakt emrin, por që ne do ta publikojmë edhe në rrjetet tona sociale dhe shpresoj që ta shpërndajnë shumë persona.
tifoz shkodan dhe ju shqiptar që jeni në Milano Me pranë datën Vllaznis për të mbështetur skuadrën kampionët e Shqipërisë Vllaznin në një eliminim të mundshëm të Interit. Suksese, Shumë Paula. faleminderit. Shumë shpejt kalojmë tek turneu Misia. Kemi pamjet marra pikërisht nga fillimi i aktivitetit si dhe nga mbyllja, ku protagonisti ishte ekipi veteranëve të Vllaznis me kapitenin Armando Cungu që është në studio. Profesor, ju buzëqeshni shumë nga ana e modestisë, por në fushë me çfarë komentua, ishit në një super form, si dikur siç keni qenë ndër mesfushorët më të mirë të Shqipërisë. Faleminderit Zotit, na ka mua Zoti shnajtë. Normalisht thashë, edhe në fillim të misionit janë evente shumë bukura. Na rikthejnë edhe herë në ata adrenalinat, në ata kujtimet tona, takona me po thojmë kolega, po bashkë vujtësa, se më thamë në rastin konkret, të brezave të mi, por me gjitha dhe të brezave ma të rritën se unë, ma të majse unë mosh, të cilët kanë dhanë shumë për futbolin shqiptar, dhe pa tjetër që këta dhoj eventesh në bajnë bashkë dhe bajnë edhe ma të bukur, apo lidhën edhe ma të tepër sa i përket në aspektit edhe shpirtënor, nëse më thamë kështu, sepse jeta tashma na ka marrë gjithkënd dhe danë në punët e tyne dhe nuk është e shpesh kontakti që kemi pas i sportistë, edhe kjo shkputja prej sportist në veteran ka një hendek shumë mallë, gjatë cilën kena fillu me dhënë shkënijat e para me pas një farë afrimit, nëse më thëmë me myllë sa do pak këtë distancë, këtë hendek. E kjo kupi ishte e veçantë për vetë faktin që merrshin pjesë 4 ekipe, ku meriten pa diskutueshme që ka Hyse Zmijani, i cili ka qenë iniciatori, organizatori e ardhjes së kësaj kupet, miqve të Michiganit, patjetër, por edhe të përhershme tashmë po thojmë të veteranëve të Vlorës, të cilët janë ekipi më i organizuar i veteranëve falë edhe mbështetjeve që kanë financiare, ku ju bajnë jo vetëm ndeshje në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë në Amerikë kanë vjet paktën, kontakte që kemi pas me ta dhe që kemi luajtur vjet me ekipin e Vlorës, dhe patjetër që edhe yjet e kombëtarëve shqiptarë, të cilët ishte nerë për t'i pas, sikurse edhe kënaqësi shumë e madhe dhe uroj shumë sukses edhe shëndet çdo të mirë të mallit Ragami, Frejt Ragami, futbollisti i mall, i cili ju dha një diçka modeste, nëse mund të them, sepse emra të tillë meritojnë shumë më tepër, po sidoqoftë prapë është një vlerësim sa i përket këtij emrit nga klubi Vllaznia dhe është për të përgëzuar. Të shtim them unë kapiteni, unë tham drejtën aty ka persona që meritojnë paramejet për ta pasur qerit. Duke filluar nga Ragami që thame, apo Zmijani, apo Rudvata, apo Jera, e tjerë, se s'po i përmendim Sejt Çanga, profesori i cili kam një respekt veçantë për te, por Aveniri Dani që e majti në fillim, sepse patjetër që i takojnë, ka disa persona, por gjithsesi për mua ishte kënaqësi dhe vlerësim të cilën i falenderoj gjithë patjetër. Kjo është kupa e vendit 4, se doktor Zoti Çoba ja dorëzon trajnerit të ekipit veteranëve të kombëtarës Asit Hafizi, që ishte i pranishëm. Ndërkohë pastaj vendi i tretë ishte për flamurtarin e Vlorës, kupë të cilin e dorëzoi kryetari i shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër dhe presidenti i Vllaznisë femrave Lazar Matia ja dorëzon kompetentit, kështu u quajt vazhdimisht dhe është quajtur kompetenti Vasil Ruci. Vasil Ruci i mall mori këtë kupë. Ndërkohë që kupa e tretë vjen pikërisht me protagonist kapitenin e ekipit Michiganit, Kanto Lulaj, një nga futbollistët më të mirë të kësaj skuadre. Pra është finalisti, jo, ky është Kanto Lulaj, i cili është një veteran, një person i larguar 7 vjeç nga Bajza, i rritur në Amerikë dhe ka luajtur për rreth 10 vite në Amerikë me ekipe shumë cilësore, e dorëzon pikërisht Hysen Zmijani, i cili ishte edhe vetë protagonisti kryesor në organizimin e këtij trofeu. Dhe tashmë vjen momenti kulmor kur Armando Cungu, në cilësinë e kapitenit të ekipit të Vllaznisë së veteranëve, merr në dorëzim trofeun dhe ja dorëzon Bekim Balaj, pikërisht kapiteni
aktual i Vllaznisë. Ky është momenti. Kënaqësi e madhe, tham drejtën, edhe për mua ishte surprizë. Bekimi nga pas gjithmonë raportet mira. Unë maj mend që kam kënë zëvend stranjer të ekipi i Vllaznisë. Në atë kohë qofshe e gabu me Hasan Liken, kur Bekim Bala sapo kishte arë nga ekipi i trive, një moshë shumë të re, më duket 16-17 vjet diçka tillë, ka ardhur në ekip parë. Një ideal model, ashtu siç ka kanë ata vite, vazhdojnë të jetë po i njëjti, shumë punëtor, me kry poshtë. Edhe një lojtar i cili ka dhënë shumë për futbollin, jo vetëm Shkodrës, por edhe ati marrë kombëtar, duke kontribuar me ekipin kombëtar dhe me gola shumë të rëndësishëm. Mos harrojmë famshmin gol në Portugali, i cili është ndoshta edhe kryefjala e karrierës së Bekimit. Edhe kënaqësia ishte shumë e madhe. Ish po thoj za trajneri dhe lojtari i cili sa do pak kena me vu një farë Guralecit, jo gur, por Guralec në karrierën e tij. Ma dorëzon mu një kup për veteranëve, ishte i farë ironi fatit të cilët në momentin e dorëzimit të kupës isha shumë pranë jush dhe dëgjova Bekim Balën teksa ju tha po ofrojmë edhe unë tek veteran. Ja, përveç Bekimi e tha është vërtet fiks, por Bekimi është herë talo me formën që i ka, me dëshirën që i ka, me seriozitetin edhe disiplinën që i ka, besoj që i ka përsëri për të dhënë shumë. Shumë kolegët e tij të kësaj moshës së tij kanë kaluar tek ekipi i veteranëve, por Bekimi vazhdon të jetë ekstra me formën sportive dhe e urojmë të jetë shumë suksese të sezonit i tillë. Ketë fati herë mos të ketë dëmtime dhe patjetër shumë suksese, sepse jam i bindur që është një lojtar i cili ka nevojë Vllaznia për të. Krahas skuadrës dhe kapitenit Cungu merit për këtë sukses ka edhe trajneri Hysen Dedja, trajneri i ekipit të veteranëve. Patjetër i ka, simpatik si gjithmonë. Nuk e harroj dje i batut, sepse është një i batutave, kur marrumi në ishën e parë me Vlonën, por shishin të lutë Michiganin me kombëtaren. Edhe pa me që një gol, 2 gola, 3 gola bani Michigani kundër kombëtares shqiptare. Edhe më duket ta vjen mirë, i thotë, se thotë e kam lexuar thotë meshën e kundërshtarit, e kam pa mirë, e kam analizuar, thotë mosat. Kënaqësi normalisht. Sa për informacion, u luajtën 3 ndeshje, 2 gjysmëfinale, Vllaznia në takimin e parë eliminoi me penallti, eliminoi ekipin flamurtarit, ndërkohë që në takimin tjetër ekipi veteranët e ekipit kombëtar u munden nga ekipi nga Amerika, nga Michigani pikërisht në përvojë të cilit ishin emrat ne kemi theksuar pak a shumë si Edmond Zenuni, një sportier i Vllaznisë dhe i kombëtarëve të trive, Blerim Lumaj, Kanto Lulaj dhe disa të tjerë, fituan 3-0 ndaj ekipit kombëtar dhe finalja Vllaznia dhe ekipi i Michiganit u mbyll me 1 gol të vetëm, i shënuar nga Valdano Limani, 1-0 dhe Vllaznia është pallkampione. Ne do të jemi në mbyllje një përmbledhje të disa intervistave që kemi marrë në të aktivitet dhe do t'i ndjekim me njëherë në mbyllje përpara se të vijë dhe sigla e mbylljes, por kalojmë tek lojrat me dorë në këtë minutar. Minutat e fundit. Ja, minutat e fundit gjithmonë. Po, patjetër. është një symbolik e ka hershme se me vetë protagonist nuk është domethënë s'ka gjë. Amelcina rrin në fund, kështu domethënë mitsohem me gacin. Amelcina është në fund. Jo, profesor, shpesh me kujtoni në shumë studio televizive që e keni pasur këtë reagim. Minutat me të pakta doni të mbyllni me lojët me dorë, por sa po ka nisur kampionati, do të kemi shumë kohë gjatë për ta shfrytëzojmë këtë minutë. Unë me ju jam shumë i kënaqur sepse ju jo vetëm RTS Sport, por edhe Viru Sport janë shumë pranë voleybollit, kështu që unë jam shumë i durueshëm kur më thret ti, jam krejt i kënaqur me ty dhe nuk kam asgjë. Unë e thash vetëm për shaka këtë. Jo, e vërtet, do në hapësirën e duhur. Që futbolli ka ashtu, por disa gjëra i prekim edhe gjatë rrugës, minutazhit. Por e rëndësishme është që 2 javë kampionat, 2 fitore përkundër asaj që opinionet ishin për problematiket e largimeve. Të largohet gjysa skuadrës nuk është gjë e vogël. Por unë thash edhe në fillim, unë falenderoj shumë djemt për dëshirën dhe për impenjimin maksimal që ato patën në këtë ndeshje.
ato këtë imbenjime kanë shpreh edhe në stërvitje dhe unë kam thënë që pasqyrë e stërvitjes është ndeshje, pra si që ka shku stërvitja. Dhe me të thënë drejtën stërvitja këto javë ka shku shumë mirë, pavarësisht largimeve, ne me ato që kemi, me ato që kanë dashur me lujt me vllaznin, me një grup të vjetër dhe një grup më të ri, unë them që do ta përballojmë. Kemi bërë një blerje të mirë, megjithëse ne ishim me Korçën ai pat probleme shëndetësore, edhe gjatë neshës, kishte pas përpara gjatë neshës, por vetëm pak orë pas mbërritjes nga udhëtimi keni futur në lojë më një herë, ishte ai kartë e një natë, ne kena pas shtunë 11 paradites neshën, premten ka qenë tanë kohën me probleme. Ai futi lojën më seti dytë përsëri vazhduan problemet, por gjithsesi edhe në fundin e lojës ai arriti të futej. Tregoi që është lojtar i mirë, por prishin ndonjë element tjetër? Presim edhe tjetër, por unë mendoj që të hujt me të vërtet që ndihmojnë. Por në qoftë se nuk është baza shqiptare e mirë, asnjë nuk ka mundësi që me bë tjetër. Unë mendoj që bazën shqiptare kemi fillu ta krijojmë të mirë, jo të keqe, pozitive dhe kështu që edhe ai që vjen ka ku gjën bazë, se nuk mundesh me një lojtar aq më tepër në voleboll që pike nuk mund ta bash vetëm, sepse vetëm ke një kontakt dhe me 3 kontakte ti do të realizosh pikën. Po themi Messi arrin ti rren, bën golin vetëm, ndoshta edhe pa një mbledhje edhe në çdo sport kolektiv, po s'pat njëherë, po ose basketboll mund ta bash koshin vetëm, ndërsa pikën voleboll nuk ke mundësi ta bash vetëm me përshtim të shërbim. Pra sepse është loja aty. Kështu që edhe këto lojtarë të huaj që vinë, nëse nuk do të gjeni bazë të mirë, nuk kanë kështu. Unë mendoj që kam përshtypjen që bazën e keni krijuar, baza ekziston përpos largimeve. Përpos largimeve ne përsëri kemi një bërtham pozitive me një dëshirë shumë të madhe. Me në krye veteranin, kapitenin Nikolin Çafarena që vazhdon të jetë aktiv, optimist, entuziast. Fatjon Çekini, Ardi Taflaj, Gersi Jula, Gilman Talani, Endri Jukni në përmana, Gentian Curaj, Saad Durro, Enif Daniku, Sidorel Pepaj. Pra, unë me thënë drejtën në arritën një rezultati nuk mjafton një ose 2 lojtarë. Në sportet kolektive, post që i grupi, nuk mund të rritë rezultate. Me studentën, profesor, besoj se është një ndeshje e fortë. Me studentin ne kemi përballë një skuadër të përgatitur, një skuadër që qysh vjet i ka tregu që është skuadër e mirë. Ajo ka bërë 3 përforcime të huaja, ka marrë lojtar në kampionatin shqiptar dhe një tjetër, jo vetëm të studentit, por një ndër ato është edhe një lojtar i formacionit tonë që është Visar Leshi, që është rrit në Shkodër, ai me të vërtetë është lezhan, po ai ka qenë me ekipin e trive në Shkodër, ka qenë student tek edukimi fizik, kështu që është lojtar i vllaznisë. Por prova e parë e Visar Leshit kundër vllaznisë së tij. Kundër vllaznisë, luhet të dielën në orën 18 në Çazim Dervishi. Përpara jush është edhe ekipi vajzave me ekipin lët kundër ekipit të Dinamos. Dhe kjo është një super sfidë vllaznia Dinamo, super i përforcuar i Dinamos. As më tepër edhe me rikthimin e trajnerit Koja. Lënd Koja, ai ishte nga Korça, erdhi dhe u rikthye aty tek Dinamoja babës vet. Ka një përballë vllaznia me të thënë drejtën është një ekip i ri, ekip që kadal do të marrin, do të figurohet dhe do të ecin edhe më mirë. Unë e kam pa neshën e parë në një Korçë shumë të fortë, që ato i rezistunen dhe lujten shumë bukur në i Korçës që kishte blerje dhe përforcimet ashtu. Ndërkohë reaguan në javën e dytë mundën në transfer të korabin e Peshkopis dhe me çfarë ka kontaktuar trajneri Dorian Tafa është optimist edhe me ardhen e re të voleybollistit nga Maqedonia Veriut, i cili i ka dhënë një forcë më tepër skuadrës, ndërkohë që pritet edhe një voleybollist tjetër që nëse edhe ajo vjen, atëherë skuadra e Dorian Tafës do të ketë një panoramë me të për mirë stërvitjet
përpjekjet janë duke u bërë. Suksese, profesor. Faleminderit. Do të jemi pranë jush, do të kemi minuta më të gjëra, më të shumta. Jo, ti je gjithmonë pranë nesh. Në emisionet e ardhshme. Faleminderit. Kaq ishte për momentin në studio. Falenderoj Armando Cun, trajnerin e futbollit, i cili për momentin është pushim, por ka lënë pas një karrierë shumë të gjatë. Mjafton të përmendem 4 ture në Europë me ekipin e Kukësit, por edhe me Lacion dhe në vazhdimsi. Nga momentin në moment të pritet edhe lëvizje, sepse ofertat që pas informacionit janë në drejtim të Armando Cungut dhe shpresojmë në një pankinë e superiores mund të jetë shpejt. Jo shumë larg për Armando Cungun. Urtja vlen, kena me fillu. Shpresojmë që pas atij momenti ju kemi përsëri në studio. Me kënaqësi. Faleminderit Pavla Jaku, suksese në Milano. Edhe një herë përsërisim ftesën për tifozët shqiptarë që jetojnë në Milano. Inter Vllaznia luhet me datën 8 tetor në orën 18. Vendin dhe datën dhe stadiumin ku luhet do ta mësoni përmes faqes zyrtare të Vllaznisë. Ju presim në stadium. Për të mbështetur Vllaznin, profesor, edhe një herë urime për 2 javë kampionat, 2 fitore dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit. Kolegët e mi të pultit të transmetimit Nino Jakova dhe Florian Gerdani kanë gati edhe intervistat që janë marrë në turneun Miqësia në futboll, duke nisur nga presidenti Alban Xhaferi për të vijuar me pas dhe me të dekoruarin Ferit Ragami për të vijuar me organizatorin Hysen Zmiani dhe në vijim është edhe kapiteni i Vllaznisë së veteranëve që mori kupin Armando Cungu dhe mbyllet me Edmond Zenunin, pikërisht përfaqësuesin e ekipit që ka ardhur nga Miqigani. Ktu ndami për momentin nga unë Gaspar Marko dhe kolegët e mi Nino Jakova dhe Florian Gerdani ju përshëndesim, ndiqni specialin pikërisht për kupën Miqësia. Falenderoj profesor Hyzmionin, i cili ishte bë organizatori i këtij eventi shumë bukur, që nuk është hera parë fakt që bëhen në Shkodër, është disa herë dhe është kënaqësi e madhe ti jesh afër këtyre figurave të mëdha sportive që me të vërtet njesh me një emocion të veçantë për gjithë kontributin që ka dhënë. Dhe është gjë e bukur që bëhen në Shkodër. Lidhe me profesor Ferit Ragamin, unë jam breziri faktikisht edhe nuk ka taku me shijuat atë mrekullinë e tij kur ka luajt, siç e ka thënë Ujku. Unë thjesht në si Vllazni kemi bërë një medalje simbolike, thjesht për të respektuar kontribut të madh që ka dhënë për futbollin, për Vllaznin. Kështu që është një kënaqësi e veçantë që më ta kanë mua me dhënë këtë kontribut dhe jore jetë gjatë atij dhe sa më të lumtur. Diçka për Vllaznin e sot me cila duket që si asnjëherë tjetër e ka marrë shënjesën dhe titullit, kështu atë po komentohet në opinionin sportiv, po si e gjikon vetë numri 1 i Vllaznisë Alban Xhaferi. Është herat për të folur për titullin, mendoj që kemi një fillim të mirë. Sidomos në ishte e para, në ishte me Gnade, ishte shumë e mirë me Partizanin gjithashtu. Sigurisht që kemi punë për të bërë, sepse në ishte e kaluar me Teutën, mendoj që na duhet ta fitoshim, duhet ta zgjidhshim më herët neshën, nuk po atë më arsye pse ta çojmë fund për të rrezikuar dhe barazimi sigurisht që nuk ishte rezultati mendoj më i drejtë si lojës, por duhet ta përgëzoj edhe Teutën për futbollin dhe për atmosferën e mrekullueshme që ishte atë ditë në stadium. Është herë flasim, mendoj se këtë sezon kemi skuadra me të vërtet forta. Rikthimi i flamurtarit vetvete është edhe një risi, po gjithashtu ka për të qenë edhe një surprizë mendoj në vazhdimësisë, por edhe skuadra të tjera që me emër që ka dhënë kontribut si Dinamo, Gnade, Elbasani është duke bërë diçka me të vërtet veçantë. Kështu që mendoj që do të keni kampionat fort edhe do shohim futboll bukur. I bëj thirrje tifozërisë shkodane që na njekin sa më shumë stadium. Nga ekipit është herët për të folur, mendoj se kemi bërë merkato të mirë, të pëlqyeshme. Profesor Martini bashkë me profesor Sinonin, mendoj që janë në pozicionin e tyre më të mirë dhe dy legjenda të tilla mendoj se do bëjnë më të mirë për të arritur ata qëllimet tona për titullin. Faleminderit spedet. Ta bëj një vizionim tani edhe. Jena shumë nderuar për këtë gjë që bëjmë. Është minimumi shumë. Faleminderit.
Faleminderit për jetë për gjithçka. Shumë respekte. Faleminderit. Inshallah që jetën e gjatë. Ta përgjithësoj. Të ngoja. Deri 100 vjeç do. Po 100 inshallah e morshëm. Edhe 100 bile. Edhe jam maltor. Faleminderit për jetë. I Shkodrës, po jam maltor. Një fort tamam. Faleminderit për jetë. Ferit Ragami, mjeshtri i madh i futbollit shkodran dhe ati shqiptar, i konsideruar ujku i Vllaznisë, se sapo u nderua nga klubi i futbollit Vllaznia nga presidenti Alban Xhaferi me një titull minjoje. I kënaqur për këtë respekt ndaj jush? Është nder i madh që më jepet mua për të për anën e problemeve sportive, çdo lloj kontributi që kam dhënë, e kam dhënë vetëm për futbollin shkodran. Sigurisht është edhe kënaqësi, edhe futbollit në përgjithësi, po kënaqen që po I shohim këto figura dhe I herën Shkodër, se I kena pa edhe para 2 viteve për ditëlindje, por janë të gatshëm për me orë dhe kjo është edhe kënaqësia jonë me fjalë që po mbledhen edhe herë që po kujtojnë. Se sigurisht që janë edhe këta të Michiganit që me kanë prit atje, edhe kishe dëshirë për me rikthy me fjalë pak a shumë si peshesh. Po thamë edhe këta kanë mu kënaq. Dhe na kënaq na si Vllaznia, si Flamurtari, si Kombëtarja, përse janë gjithë miqtë e mi që I kam thirrë pak a shumë më tepër se sa një kombëtare të mirë fill. Ose Faleminderit Zotit që kena shnetën, por është kënaqësi, vërtet na mungon fusha. Pavarësisht se gjithçka ka ciklin e vet, dhe na normalisht kena tonin, por kur nepem mundësi të tilla me lut me ish kolegë tonë me emra të mëdha të futbollit shqiptar, besoj kënaqësi shumë e madhe për ne. Edhe një mundësi për me kalu I ditë ndryshe, gjithmonë pranë futbollit. Si po shkon ndeshja, sepse takimi I parë kaloi me sukses nga ana juaj? Me vështirësi shumë, sepse kishte ekimin e Vlorës, po një ekip me emra shumë të mëdha, me futbollista që kanë dhënë tonin e futbollit shqiptar në vite, dhe normalisht nuk ishte e lehtë. Po gjithsesi, ja arrit me qëllimit për të dalë në finale, dhe do shohim finale që mund bëjnë diçka më tepër. Patjetër, kjo është një kënaqësi e madhe, sidomos për mua, por edhe për gjithë ekipin, na kena ardhur me kënaqësi këtu. Domethënë një këtë turnament që e ka organizuar futbollisti shoku miku jon Hysen Zmijani, kjo është një diçka e bukur që mendojmë që do ta kthejmë këtë vizitë, na kthejnë edhe miq që janë sot tur në Michigan. Na jena predispozuar që ta bëjmë këtë turnament sa më shpesh, për arsye me kujtu edhe figurat e sportit të gjithë Shqipërisë. Ju